Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për konfliktin në lindjen e mesme. Për momentin kemi një armpushim, pra nuk kemi paqe, nuk kemi një ndalim të luftës, por një armpushim që nuk dihet se sa do të zgjasë mes Iranit dhe Izraelit. Por për të folur për atë që pritet të ndodhë dhe si u mbyll ky konflikt për momentin, kemi të ftuar zotin Fatmir Gashi, pra do të shkojmë në Zvicër për të folur me zotin Gashi, i cili është mësimdhënës i matematikës, por edhe njohës teolog i teologjisë, mjaft i mirë i zhvillimeve në lindjen e mesme. Zoti Gashi, të përshëndes dhe të falenderoj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Gashi, si u mbyll ky konflikt? Kush ishte fituesi në gjykimin tuaj apo kishte vetëm humbus? Edhe si mendoni që do të vazhdojë më tej? Sepse ne në bisedën e parë që kemi zhvilluar bashkë, kemi folur për rrënjën e këtij konflikti. Si lindi? Por tani, si u mbyll për momentin dhe a do të ketë një vazhdim sërish tani apo do të mbetet konflikti i ngrirë? Tani se si ka përfunduar ky konflikt ose nuk ka përfunduar, këtë më së miri do ta tregoj diplomacia, pra. Në qoftë se do të kemi diplomaci dhe në qoftë se palët do të ulen në tryezë dhe të zhvillojnë bisedat e tyre, atëherë mendoj se është një fitore. Në qoftë se do të ketë lajthitje rreth diplomacisë dhe situata do të mbetet kështu pezull, ne kemi vetëm humbs, të them kështu me një fjalë pak ma të thjeshtë. Natyrisht që ne herën e kaluar pra kemi trajtuar në mënyrë pak ma të gjerë, si them, lindjen e konflikteve dhe unë qëndroj prapa aty se Islami politik pra është fajtori kryesor që shkakton këto konflikte dhe i cili mbi bazën e manifestit të vllazërisë muslimane pra nuk e pranon shtetin e Izraelit dhe mbi këtë bazë natyrisht se do të zhvillojnë luftra të vazhdueshme. Zoti Gashi, por për t'ju bërë edhe ndoshta pak opozit te kjo, ju nuk gjini asnjë faj tek Izraeli për gjithë këtë? Shiko, faji ndoshta do duhet ta organizosh një tubim tjetër mbi rrjedhën historike të krijimit të shtetit të Izraelit, mbi lindjen e sionizmit dhe natyrisht dhe sionistëve politik dhe atyre fanatik ose atyre fetar. Kjo është një çështje tjetër, pastaj në ndërhyrjen e Mbretërisë së Bashkuar në krijimin e shtetit të Izraelit. Tani unë nuk du të futem shumë gjën në këtë temë. Qëndrojmë këtu, por pyetja që lind tjetra është tek vllazëria muslimane që ju thatë që është pas kësaj, përse Iranit nuk i doli në krah askush nga vendet e tjera? Unë mendoj se vllazëria muslimane nuk është pra shtet, ajo është një organizatë e cila ka një biro politike dhe mbështet logjistikën e të gjitha shteteve dhe të gjitha organizatave të cilat pra punojnë në drejtimin e realizimit të shtetit islamik në përgjithësi ose sipas konceptit të saj të kalifatit, që ka vendosur në Kongresin e saj në vitin 1953, i cili sipas tyre do të ketë qendrën në Jerusalem. Pra ajo nuk ka mundësi me luftra të tilla ta mbështes as Iranin dhe as ndonjë shtet tjetër, por ajo përkujdeset fare mirë që shtetet në region, duke i përfshirë edhe të gjitha shtetet arabe, pra që të ngurrojnë si them për nënshkrimin e ndonjë marrëveshje ose ndonjë paqe me Izraelin. Ne e dim nga historia se disa nga njerëz të shteteve arabe e kanë paguar me jetën e tyre pra se kanë provuar të lidhin paqe me Izraelin, për shembull si Al-Sadati në vitin 1981 është vrarë nga Gama Islamia dhe Al-Jihadi dhe të ndihmuar këto dy organizata nga Irani, mu për shkak se kishte bën 3 vite më parë, pra kishte bën thjesht një marrëveshje të paqes me Izraelin. Pra, ata përkujdesen që gjendja të jetë vazhdimisht e tensionuar dhe natyrisht se nuk e pranojnë ekzistencën
e Izraelit. Unë mund të citoj Hasan Balavin, për shembull, një historian dhe një antar i vllazërisë muslimane, antar dhe i Fatahit, pra Lëvizjes Nacionale për Shërimin e Palestinës, i cili kishte deklaruar në atë kohë se Izraeli paraqet një kryqëzat të re për shtetet arabe. Pra, thjesht lufta kundër Izraelit është edhe lufta kundër perëndimit. Pra, kjo duhet kuptuar në këtë mënyrë. Pra, ata e kanë shënjesër Izraelin një herë, zhdukjen e Izraelit, pastaj sigurisht që në fokusin e tyre kryesor është lufta kundër perëndimit dhe kundër sekularizmit sipas tyre. Dhe në 20 vitet, 25 vitet e fundit, që t'jem shumë i sinqert, në mënyrë mjaft efikase e kanë drejtuar, si them, i kanë drejtuar organizatat e tyre drejt Evropës dhe ato po operojnë dhe me shumë sukses në Përpara se të vazhdojmë tek shtrirja në Europë, por edhe tu tek ne, ju lutem më jepni edhe një mendim, si mund të jetë ardhmja e konfliktit tani? Të paktën deri në fund vitit do vazhdoj kjo gjendje, mund të kemi një reaktivizim prap të proxyt, pra të organizatave të mbështetura nga Irani, Hamasi, Hezbollahu, Houthi, apo të tjera, apo ndoshta nga krahu tjetër Izraeli, siç thonë një pjesë analizëve, mund të tentojë të destabilizojë rajonin, duke ngritur kurdët me objektiv Turqinë dhe ndarjen e saj. Ju si shikoni, cilit janë skenarët më të mundshëm? Tani Izraeli, pra ose nga themelimi i tij deri më sot, ka zhvilluar mbi 11 luftra me shtetet e rajonit, pra ajo është vazhdimisht në luftë dhe përballet me akte terroriste të llojeve të ndryshme, pikërisht nga ajo që e thamna nga organizatat e Islamit politik, dhe ato nuk janë pak, deri më sot janë mbi 70 në për vendet arabe dhe vendet tjera islamike, dhe mbi 5-6 janë në për mosa ndërkombëtare, pra botërore, por secili vend ka nga një prej tyre. Tani shtrirja ose nxitja e konfliktit të kurdëve dhe mes kurdëve dhe Turqisë, realisht Turqia është në konflikt me kurdët. Tani aspiratat e Turqisë për të krijuar një zonë të saj në Siri dhe diku tjetër, dhe me gjashtë edhe kanë ndihmu pushtetin, tani rrëzimin e pushtetit të Asadit, është një çështje tjetër e cila sigurisht që mund të depërtoj përmes marrëveshjeve, sidomos përmes Shtetet të Bashkuara, por nuk e besoj thjesht që do të ketë një konflikt të ashpër qoftë edhe politik në mes Izraelit dhe në mes Turqisë, sepse të dy vendet sado që kanë fërkime, pra kanë interesa tjera në mes veti, sepse një konflikt ose një ashpërsim i marrëdhënieve të fuqishme me Turqinë, Izraelit do t'i kushtonte shumë, dhe pastaj dhe Amerika, Shtetet e Bashkuara janë në një gjendje jo fort mirë, janë në një gjendje shumë të vështirë, sepse Turqia është antar i NATO-s, pra do të duhet ndodheshin shumë gjëra për të ardhur deri te një konflikt i tillë mes këtyre vendeve. Pra Turqia do duhet të largohej ndoshta nga NATO, ose do ta bënte siç ka bën Çipro, diku një sulm të vogël i cili për një kohë të shkurtër do të ndërpritej, por unë nuk e besoj thjesht, pavarësisht se i kam dëgjuar analist që flasin, por nuk e besoj se do të vjen të një ashpërsim aq i madh i marrëdhënieve mes Turqisë, Izraelit dhe Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Dhe ky presidenti turk Erdogani është i moshuar dhe shpresojmë që të kalon dhe kjo fazë, do të vinë sigurisht njerëz tjerë në pushtet që do të jenë më të kthjellët në kokë. Ndoshta Hakan Fidani. Zoti Gashi, vetëm desha ta shtoj këtë që sigurisht që Turqia është një fuqi ushtarake dhe kyçja e Turqisë në çfarëdo lufte, pra paraqet një rrezik për krejt regionin, por realisht edhe për vendet e NATO-s kësaj radhe, sepse pastaj nuk e dim se deri ku mund të shkojë. Gjithmonë fillohet një gjë, por ku përfundon
nuk dihet. Pra, unë jam skeptik, sepse do t'i thrasin kokës dhe do të mendojnë pak ma kthjellët, si thot populli. Zoti Gashi, për të ardhur tek ajo që ju nisët pak më lart tek islami politik dhe shtrirja e tij. Ne do ta nisim nga si ta mendoni ju më mirë, por Europë, Ballkan, Shqipëri, Kosovë, pra si është shtrirë në tërësi, kush ka ndihmuar në këtë shtrirje? Ndoshta lufta andej e ka bërë më të lehtë edhe zhvendosjen pra fakti që kanë ardhur shumë emigrantë, përhapja më e shpejtë, pra si gjykoni ju në tërësi? Po, ne kem folën përgjithësi për paraqitjen e islamit politik dhe tendencat e të gjitha shteteve dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta zhdukur islamin politik nga pozita jashtme. Desha të shtoja diçka. Unë realisht nëse e shikoj në linjën e zhvillimit islamin politik, unë nuk jam absolutisht i kënaqur me të gjitha veprimet që janë ndërmarrë deri më sot ndaj islamit politik. Edhe vetë shtetet në region po kanë provuar ta zhdukin disa herë dhe nuk kanë arritur. Pra përkundër faktit që edhe shërbimet amerikane, edhe shërbimet izraelite, edhe të gjitha edhe shumë shërbime tjera pra kanë provuar që të gjejnë një rrugë për eliminimin dhe zhdukjen e islamit politik, edhe qoftë edhe përmes biseda, pra ne rezultatet tregojnë diçka tjetër. Ai që nga themelimi i tij deri më sot pra është rritur dhe vazhdimisht është në rritje. A tentakulat janë në zgjerim? Po, shikoni, që nga viti 2001, pra kur populli amerikan, bie fjala, ishte jashtëzakonisht si të them, ishte jashtëzakonisht i motivuar që shërbimet amerikane të zhdukin Al-Qaidën dhe Bin Ladenin dhe udhëheqjen e saj, kishte zgjatur thuja se 10 vjet derisa ka ardhur te zhdukja e Izraelit. Pra një organizatë terroriste, por si duket, e cila nuk i ka pas kapacitetet as të Izraelit dhe as të Shteteve të Bashkuara, por pra kohëzgjatja është jashtëzakonisht shtrirje e madhe. Dhe këtu të jem shumë i sinqert, nuk e besoj që kanë qaluar shërbimet sekrete. Unë mendoj se politika shpeshherë është ajo e cila pra ignoron senet, pra ignoron senet dhe mendon se ka ose nuk është çast tragjike, derisa vjen me një moment dhe me një pikë ku thuja se organizatat e tilla terroriste po futen mbrana kombit dhe mbrana infrastrukturës të vetë shteteve që janë. Evropianët po e bojnë të njëjtën gjë, pra sillen me një lloj ignorancë dhe tani demokracia është një vend i cili u krijon shumë hapësirë organizatave politike islamike edhe e tërë kjo në emër të drejtave të njerëzit, e tërë kjo pra në emër të zhvillimit të bizneseve të ndryshme legale, e tjera ku pak ma vonë ndoshta do të flasim në këtë drejtim, por tani te vendet e tona pra që të jem shumë i sinqert pra që islami politik ose vllazëria muslimane ma mirë të them pra ka depërtuar shumë herët në Ballkan. Al-Huseini pra Mifti i madh i Jerusalemit, pra Muhammed Amin al-Huseini ose al-Huseini shkurt, pra kishte vizituar Bosnën qysh në vitin 1939. Divizionet e njësive SS në Bosnë pra ishin themeluar nga ai. Tani në Kosovë dhe në Kosovë kemi pas themelimin dhe në Shqipëri pra të divizionit Skënderbek, por që ne nuk e dim në qoftë se ka pas elemente fetare atje. Megjithëse që atë kanë formuar në shumicën e rasteve ose në tërësi edhe nacionalistët. Por në Bosnë definitivisht pra kishte votuar dhe vet Al-Huseini dhe kishte ndihmuar në themelimin e këtij divizioni luftarak në vitin 1943 dhe vepronte deri në vitin 1925 dhe ndoshta ka qenë një prej frymëzuesve më të mirë kundër antisemit që në bisedat dhe në vizitat që kishte bërë Hitlerit asaj kohë, pra thuhet se
thuhet se ai e ka inspiruar mjaft shumë për përshëndetjen e popullit jud dhe në përgjithësi të judëve. Pra fashizmi dhe islami në shumë pika kanë gjetur mbështetje njëri të tjetrin në shumë pika dhe nuk e kanë problem edhe sot, për shembull, edhe me vende socialiste që gjejnë problem me ideologji socialiste. Me fjala Amosi që nga themelimi i tij ishte furnizuar me armë nga Veria nga Koreja Veriore, falni. Pra nuk e kishte problem fare pse ata kishin një ideologji tjetër. Kanë bashkëpunuar me vende të ndryshme, por në fokus pra kanë Perëndimin, në fokus kanë Izraelin dhe kanë vende demokratike. Dhe strategjitë e tyre i zhvillojnë në forma të ndryshme. Pra ky është depërtimi i islamit politik në Ballkan, por gjithsesi islami politik ka filluar me të madhen nga vitet 90 dhe sidomos nga viti 2000. Pra nga viti 2000 ka filluar me të madhe depërtimi i tij, sepse ne kemi shumë studentë të cilët kanë shkuar në shkolla në Egjipt, në Arabinë Saudite dhe kanë shkuar në shkolla të cilët disa prej tyre, për shembull sikur ai në Kairo, kanë nxjerrur atje ku edhe kutbi është shkolluar e Elbana, pra kanë nxjerrur shumë strateg të islamit politik, por dhe kemi në Arabi pjesëtar të salafizmit dhe grupeve të ndryshme, të cilat në fund të ditës janë bashkë. Pra, në fund të gjitha këto grupime politike islamike pra kanë për qëllim krijimin e shteteve islamike ku sipas rregullimit të shariatit dhe në fund pra qëllimi i tyre është pastaj edhe vetë Evropa dhe globi. Kosova, Shqipëria, Maqedonia, pjesa e shqiptarëve, ku është më shumë ndikimi? Po, fillimisht ata kanë gjetur hapësirë pak më lehtë në Maqedoni, por nuk ka munguar kjo edhe në Kosovë. Pra, ne kemi pas informacione që gjatë luftës në Kosovë, pra thjesht kanë marrë pjesëtar të komunitetit fetar, ta quaj ashtu, por realisht e kemi ditë që këta janë vendorë, pra njerëz që kanë lindur në trujet shqiptare dhe si të tillë sigurisht që kanë pas drejt të marrin pjesë në luftën për shërimin e vendit. Por që më njerë pas luftës, pra pikërisht dhe të tillët pra janë angazhuar në zhvillimin ta quaj të çështjeve shpirtërore fetare, por në fakt kanë zhvilluar dhe brenda Kosovës një islam politik, rezultatet e cilit po i shohim sot dhe për mosat deri ku është shtri me të vërtet janë shqetësuese. Pra kjo është në këtë mënyrë ose shihet spaku në këtë mënyrë, mirë po si mund ta shohim islamin politik në Kosovë. Mund të jetë një shembull nisur nga ndonjë qytet që është më i mbërthyer? Po tani unë nuk do të hi në disa analiza që i kanë shtjelluar mjaft mirë kolegët e mi në Kosovë, por pra është folur se zonat kufitare, pra që nga zona Karadakut, prej Gjilanit deri në Opoj lart, pra janë më të indoktrinuara, si them, dhe ndikimi është më i madh. Tani mund të spekuloj diçka, po ne kemi dhe një bazë ushtarake të NATO-s në Kosovë, Bonstil që quhet, dhe unë nuk e di shumë mirë në Kosovë si ekziston, por organizatat e islamit politik edhe me karakter terrorist, pra ato zgjedhin mandej edhe vendet ku edhe afër këtyre zonave afrohen dhe punojnë dhe mbrana atyre për të nxjerrur informacione, dhe ne kemi raste në Kosovë që edhe njerëz që kanë punuar brenda për brenda, domethënë Bonstilit, pra pastaj janë gjetur në punë
të islamit politik deri në vepra terroriste. Pra, kjo mund të gjithmonë feja edhe çështja e islamit në Kosovë ka pasur dhe një debat edhe për kurbanët në Bashkësinë Islame të Kosovës, për furnizimin kontraktuesin jo nga Serbia. Gjithmonë feja ka qenë aty. Po, ndoshta para se dalë te kurbanet nëse më lejon, pra ne kemi vërejtur se komentuesit nëpërmjet të informimit dhe nëpër media në përgjithësi në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni, pra në tërësi pra kanë qenë më shumë thuajse pro Iranit dhe kundër Izraelit, se sa që kanë mbështetur politikën zyrtare shtetërore të shteteve tona. Të them të drejtën, për mua nuk ka qenë fare habi kjo. Pra nuk kemi habitur nga kjo çështje, sepse në xhamit tona në Kosovë, pra ju mendoni që kanë qenë më shumë pro Iranit se sa pro Shebas të Izraelit? Unë nuk e di këtë, por kam dëgjuar në media, domethënë, nuk kam ndonjë motje tjetër me cilën do të kisha thonë se jam kaq ose aq, por jam shumë i bindur që duke njoftur disponimin edhe veprimin e shteteve politik e islamit politik, pra e di që me vite me radhë, pra në xhamit tona nuk zhvillohen vetëm ose nuk ka vetëm predikime dhe tema fetare shpirtërore, por ka dhe ligjërata politike. Ka ligjërata politike, pra bisedohet se çdo çështje e luftra dhe mirët që ndrim nga xhamit, nga hoxhallar të ndryshëm, jo nga gjithë. Mandej në këto xhami zhvillohen edhe ligjërata, janë zhvilluar edhe kundër heronjve tonë, pra duke i denigruar dhe duke i paraqitur si jo me vlera për çështjet kombëtare dhe fytyra të ndryshme publike. Mandej edhe flamuri jon, pra jo vetëm publikisht, po edhe mbrana këtyre xhamive, pra ka ligjërata të plota politike. Leja të them që jam i bindur në Kosovë, por në Maqedoni gjithsesi, por tani gradualisht dhe në Shqipëri zhvillohet jetë paralele. Pra, zhvillohet jetë paralele, zhvillohet një jetë sipas udhëzimeve të shariatit dhe sipas ndarjes së fetvave në shumë situata të hoxhallarëve. Ajo është një jetë në hije, sepse patjetër duhet në situata zyrtare duhet i nënshtrohen ligjeve të shtetit, por unë e di fare mirë se edhe ndarjet mes shifteve dhe bashkimi mes shifteve dhe shumë gjëra tjera, pra në hije ose në të vërtet bëhen sipas udhëzimeve të shumë hoxhallarëve dhe të cilët pastaj sipas shkollave juridike të tyre ndajnë fetvat e tyre dhe ndajnë të drejtën e tyre. Pra thjesht ne jemi të kapluar plotësisht nga kjo ofenziv e islamit politik. Tani islami politik sigurisht se ai manifestohet në mënyra të ndryshme, pra jo vetëm përmes luftës, por ka organizata të ndryshme, ka në radhë parë përmes predikimit, pastaj organizatave të ndryshme të sportit, mandej deri te ngritja e palestrave sportive dhe ndikimi i islamit politik edhe brenda palestrave, nëse shikojmë pak kërcënimet që vijnë përmes mediave, jo, por përmes komentuesve, shpeshherë vijnë pikërisht dhe nga palestra sportive dhe këtë kam përjetuar edhe vetë, të them të drejtën, nga palestra, nga Shkupi, por nuk është që i kam lajmëruar në polici. Tani të kaloj te kurbanët. Me aq sa unë kam dëgjuar mikun tim Bedri Elezi, dhe Bedri Elezi ka përmendur, pra ai ka thënë se ka mundësi që përmes një zonje atje, cila ishte në shërbim ushtarak të Serbisë dhe se pas ka dikun biznese në Çeki apo vende tjera, dhe se xhaxhai i saj Demo Berisha, pra është një njeri i cili qenë ka i angazhuar pikërisht për këto çështje dhe Bedri është njohës i mirë i këtyre çështje. Pra e ka thonë ka mundësi që të jetë, por unë du të vërtetoj diçka tjetër, që
Jo që e ka thonë Bedriu, por ne nuk mund të flasim me emrin se ka bo biku kët apo se ka bo, por ne mund të dëshmojmë ose spaku agjencitë e inteligjencës të Francës dhe të Gjermanisë pra e kanë dëshmu bje fjala se pas vet ISIS-i pra në pjesën e Sirisë dhe në pjesën e Irakut, edhe pas humbjes së tij ka zhvillu biznese përveç që ka zhvillu me naftë aso kohë, pastaj me mendafsh dhe me industrinë e mishit. Pra ju duket e çuditshme, pra ka frymzuar bujqet që ata të prodhojnë dhe pastaj ata kanë organizuar si thëm transportin e mallit në rrugë ndoshta dhe ilegale deri në Turqi dhe pambuku pra është shpërndar prej Turqisë përmes kontraktorëve normal. E njëjta gjë është bërë edhe me industrinë e mishit pra, e cila në për të njëjtat rrugë ka depërtuar deri në Evropë. Por nuk është kjo gjithmonë ilegale ta quaj pra. Sepse në qofse vetëm shikohet organizata e madhe tregtare halal, që sipas mendimit tim edhe ky është një qëllim politik i saj, veç në vitin 2022 pra kishte arritur pra qarkullimin vjetor prej 1.4 bilion dollarësh. Pra është një shumë e madhe. Tani atje ku isha ma parë të ISIS-i, pra inteligjenca gjermane, pra ose ka pas shkrime të veçanta për këtë, se ISIS-i vetëm nga produktet e pamukut dhe produktet e mishit përmes bujqve në Siri dhe në pjesën e Irak, pra u ka lënë një taks prej 10% dhe sigurisht dhe ata kanë qenë përfitues, pra me kanë bërë me dëshirë këtë punë, pra ka pas të ardhur dikun për rreth 1 miliard neto në vit. Pra është një shumë e madhe. Tani po ndalem dhe pak te këto shitoret halal, te hotelet halal, te gjitha pra. Këto kanë një shtiri në tërë Mediteranin dhe në tërë Evropën. Dhe në shtetet e Evropës bje fjala në Gjermani dhe në Zvicër, edhe pse po bëhen me një farë ndërmjetësimi të quajt të prerjes së kafshëve halal, ka 3 qendra në Zvicër që një pjesë e pranojnë si halal, por disa shtete nuk e lejojnë pra prerjen e kafshëve sipas rregullave islame, por ka shtete në Evropë si Hungaria, Polonia, Çekia, të cilat pra absolutisht për interesat e tyre e bëjnë. Dhe jam i bindur dhe jam shumë i sigurt që dhe këto shtete pra i furnizojnë depot e tilla të shitoreve dhe të tjera drejtimeve të cilat punojnë si restoranët dhe hotelet tani halal në Mediteran, i furnizojnë, por tani se një tregtar i thjesht drejt për drejt do të merr nga këto qendra nuk e besoj. Pra është një navigim nga lart i cili i drejton këto çështje dhe në qoftë se pra dikun 20.000 ose 30.000 krerë mund të për kurbana bje fjala mund të porositen, sigurisht që e bën dikush tjetër këtë punë, por që pastaj qendrave të tyre qoftë edhe bashkësive islame, kudo që janë, por ju thotë ja këtu keni malirë dhe e keni sipas standardeve të islamit, ndoshta mund të mos jenë vetëdijshëm ata për këtë çështje dhe i qasin kësaj pune. Por sigurisht që organizata politike pra i merr ato me një çmim shumë të ulët në për ato qendra, nëse kontrakton për shembull për 20.000 ose 100.000 krerë. Tani ata fitojnë dhe nga qendrat e tyre një pjesë. Kështu që të gjithë janë do farfitues, por që në fakt një pjesë e këtyre por patjetër ndahet për qëllime të islamit politik. Pra për këtë është dëshmuar dhe për këtë pra ka argumente nga shërbimet e inteligjencës franceze dhe kësaj gjermane. Definitivisht pra. Zoti Gashi, ju lutem për ta mbyllur më thoni edhe diçka tjetër në kryefjalë si përmbledhje të gjithë kësaj bisede që bëm. A mund të saksoni në Shqipëri dhe në Kosovë sa rryma të islamit janë në veprim?
Po tani përveç rrymave, pra ka metoda, ma shumë metoda, pra në fakt shumica e besimtarve i takojnë sunetve, pra, të cilët konsiderohen si ma tolerant, por ne kemi një pjesë të madhe që thash të vehabizmit dhe një pjesë të madhe të salafizmit që në fakt në parim dallimet i kanë të vogla. Dhe këto dy rrymë ata quaj, këto ju kanë bashkangjitur në veprimet e tyre, pra ju kanë bashkangjitur organizatave të jashtme, pra deri më sot, ndërsa unë nuk di sakt nëse ka një organizat e cila e ka quajtur veten se jem të tillë ose të këtill. Pra sepse organizatat, bje fjala, nuk e ka fshehur asnjëherë as Al-Qaida, as ISIS nuk e ka fshehur përbërjen, as Hamasi nuk e ka fshehur asnjëherë përbërjen e saj. Pra, që kem pjesëmarrës dhe dashamirë shumë të këtyre organizatave dhe të gatshëm që të punojnë për to, definitivisht pra kem. Dhe përmes predikuesve dhe përmes aktiviteteve tjera. Por si organizat të regjistruar në Republikën e Kosovës, po unë nuk njoh deri më sot, që ose në mënyrë ilegale ka, por nuk pranojnë. Dhe në Perëndim pra ka shqiptar shumë të kyçur, ato e kanë dëshmuar me aktet terroriste që kanë zhvilluar në Evropë. Bje fjala të përmend që vllazëria muslimane në Gjermani dikun numëron afër 2000 pjesëtar të saj. Ne nuk kemi informacione nëse ka shqiptar. Në Zvicër, komuniteti më i madh janë shqiptarë dhe nuk ka informacione që ka pjesëtar, por sigurisht që në linjën e saj, qoftë edhe si të ndarë, pra si ndihmës, pra ka mja. Definitivisht, sepse ato ishin në përditshmëri dhe mendoj se nuk duhet edhe shumë filozofi dhe studim për t'i pa. Mandej me televizionet dhe komentues dhe analistët që mirën janë të përballur çdo ditë me kërcënimet nga ta në komentet të tyre. Në Bosnjë që ju e morët shembull pak më lart, ka një parti fetare, pra, por ka shanse që të kanalizohen në Shqipëri dhe në Kosovë të kemi një parti? Jo, unë nuk thash që ka parti fetare. Nuk e thatë ju këtë. Ju e morët shembull Bosnjën për ka pas të involvuar. Ne e dim që ISIS pra ka qenë definitivisht, pra bile që t'jem shumë i sinqert. Salafistët nga Kosova dhe prediku salafistët nga Kova duke përfshirë dhe disa politikanë, pra kishin ardhur në Zvicër dhe kishin marrë seminare të ndryshme, pra. Thjesht më shumë ndoshta kanë shku shqiptarë nga Zvicra për dhe viset perëndimore se son nga vetë trojet shqiptare, por sigurisht që më shumë ka qenë nga atje, por ju e dini këtë çështje se numri ka qenë shumë i madh për kokë banori. Pra numri i shqiptarëve ka qenë. Tani në Shqipëri po shihet se janë qartë edhe atje këto rryma janë në veprime sipër. Edhe Dianeti Turk pra me ndërtimin e xhamisë tre tani ai e ka instaluar pra njerëz e tij, pra sipas tyre për menaxhim, por në fakt kudo që kanë vepruar në Evropë Dianeti pra i emëron vetë njerëz, i emëron edhe vetë hoxhallarët dhe instruksionet i jep vetë, pra. Unë jam shumë i bindur që qëllimi i atyre menaxhuesve pra është krijimi ose trajnimi i njerëzve të rinë për Shqipëri derisa ta shtrinë rrjetin e tyre në tërësi. Pra, veprimi i islamit politik dhe njerë, pra ky është një problem për shtetin. Shteti duhet, më të vërtet, duhet të veproj sa më shpejt që është e mundur që ta shpëtoj rinin nga indoktrinimi. Në Kosovë, në qoftë se unë futem shpeshherë mes të rinjve dhe bisedoj shpeshherë me ta. Në kohën time ka qenë mod për t'i treguar dikujt se kam lexuar këtë libër ose atë libër. Në Kosovë tani mes trive në shumicën e rasteve bisedohet e ke fal xhumon apo ke fal drekën, pra. Bisedat e tilla zhvillohen. Nuk po them që janë të gjitha politike, por mendoj që shteti duhet të organizoj seminare, kurse jo por seminare dhe platformat
treja ku promovon vlerat kombëtare dhe vlerat e shtetit, vlerat e demokracisë, se përndryshe kemi një jetë paralele në hije. Pra kjo është një shqetësim i madh. Tani kemi dhe disa organizata si Shqiptaria me fjalët do ta përmeni, e cila pas shumë vështirësive po konsolidohet dhe po promovon pra thjesht vlera, brenda të cilës pra mund të kyçen njerëz të gjitha besimeve dhe shpresojmë që të tilla të mbështeten nga shteti pra, të kenë një financim nga shteti për të promovuar vlera kombëtare. Me fjala tani si ishte përvjetori i Skënderbeut dhe Bashkia Islame e Kosovës, mu për përvjetorin e ka ditë se madh në atë ditë, pra kishte pas si them një panajër, po e diu në diçka të shteteve arabe, mu në sheshin Skënderbeu. Të gjitha këto çështje janë të qëllimshme dhe vetë involvimi i njerëzve politik dhe themelimi i të ashtu quajtëve parti të reja me karakter familjare ku ta diune, pra në prapavi kanë një qëllim tjetër me apo pa vedije i shërben islamit politik. Zoti Gashi, të falenderoj shumë për bisedën. Dhe unë të falenderoj dhe shpresoj që edhe hera tjera të kontribuojmë diçka më pozitive dhe jo vetëm për luftën dhe për fenomenet negative. Jemi të hapur për t'ju dëgjuar dhe për të biseduar për gjithçka. Nga biseda asnjëherë nuk ka të keqe. Ju falenderoj pra dhe juve, shpresojmë që edhe publiku përfitoj diçka nga kjo. Të falenderoj shumë dhe të uroj fundjavë të këndshme. Gjithashtu.